Jemi këtu me teologun e kishës son, pedagog në Akademinë Teologjike Ngjallja e Krishtit në Shënvlazh të Durrësit, zotin Dimitër Qosja, me të cilin do të bashkë bisedojmë në lidhje me të kremten e apostujve të shenjtë Pjetër dhe Pavër, por gjithashtu edhe me të kremten që vjen mbas tyre, ku kujtohen të 12 apostujt. Dimitër, cilët ishin apostujt dhe çfarë misioni morën ata nga Zoti Jezu Krisht? Apostujt e Krishtit sipas dëshmisë biblike, por edhe të mjaft shkrimeve të tjera historike, na tregojnë që janë nxënësit e thjeshtë, të thirrurit nga vetë Krishti, ata të cilët përbëjnë rrethin e ngushtë të Krishtit, ata të cilët e ndjekin Krishtin, ata të cilët janë dëshmitar të vetë Krishtit, të Krishtit si Perëndi dhe si njeri, të mrekullive të tij, të jetës së tij, të vetë kryqëzimit të Krishtit, të vdekjes së tij dhe të ngjalljes së tij. Janë gurët e themelit të kishës së themeluar nga vetë Krishti. Apostujt janë njerëzit e shërbimit, të cilët me përulësi i shërbejnë misionit shpëtimtar të Krishtit, i cili themeloi kishën e tij. Apostujt janë njerëz të besimit, janë njerëz të thjeshtë, sigurisht janë njerëz edhe me dobësi, edhe me karakteristika të ndryshme, me karakteret e tyre të ndryshme, por në thelb përfaqësojnë pikërisht ata njerëz të cilët me sakrificën e tyre përhapin me zell këtë të vërtetë të Krishtit jo thjesht si një ide, si një mësim, por vetë dëshminë e personit të Krishtit të ngjallur, atij Krishti i cili erdhi në botë mes njerëzve, u bë njeri vërtet dhe shpëton njeriu përmes vetë veprës shpëtimtare të tij. Kështu që apostujt me zellin e tyre, me identitetin e tyre, me vetë jetën e tyre bën dëshmitar të ngjallë të besës në Krishtin, të jetës në Krishtin dhe të dëshmisë në Krishtin. Në kalendarin e kishës son, e kremtja e apostujve të shenjtë, apostull Pavël dhe Pjetër, është në datën 29 qershor. Dhe një vit më pas është edhe festa e 12 apostujve, të gjithë apostujve. Përse si thua është një kremte e veçantë për këta dy apostuj të shenjtë, Pavël dhe Petro? Për të folur për këta dy apostuj të mëdhenj të krishtërimit, të apostull Petros dhe apostull Pavlit, siç dhe na e dëshmon vetë shkrimi i shenjtë, janë vërtet dy themeluesit e mesazhit të krishterë, të kishave të krishtera anë mban botës, dhe në mënyrë të veçantë ata të dy janë të cilët na vinë si dëshmi ditën e martirizimit të tyre që kanë më datën 29 qershor duke martirizuar në Rom, në kryeqytetin e perandorisë romake të asaj kohe. Në thelb, këta dy apostoj kanë thirrje të ndryshme, kanë karaktere të ndryshme. Kështu që le të shohim më konkretisht për të kuptuar rreth këtyre dy apostujve. Së pari, me apostull Pjetrin, është ai i cili e thërret Zoti dhe tek ai i bashkohet thirrjes së Zotit, duke lënë gjithçka për ta ndjekur atë. Është ai i cili pohon Krishtin si Zot, birin e Perëndisë së gjallë, dhe mbi këtë pohim të vetë Pjetrit themelohet vetë kisha, siç dhe vetë Krishti e dëshmoi hapur që mbi këtë pohim që ti Pjetër bën dhe që ta zbuloi vetë Perëndia, pra fryma dhe jo gjaku dhe mishi, unë themeloj kishën time. Apostull Pjetri është ai i cili me zellin e tij do ta ndjeki Krishtin. Por siç do të shohim në gjithë ecurinë e tij, çfarë kuptojmë? Që Pjetri përpara se të mendonte është ai i cili flet, dhe krejtësisht e kundërta është ai Pavli i cili përpara se të flasi është ai i cili mendon. Kështu që na vinë në thelb këto dy karakteristika të këtyre dy apostujve. Për të ardhur më në vazhdim me apostull Pjetrin për të kuptuar akoma më shumë rreth këtij apostulli. Është ai i cili pra tek pohon që unë do të jap jetën dhe do të jem deri në fund me ty, papritur, ne e dim që në një moment dobësie të tij ai e mohon 3 herë Krishtin dhe qanë hidhur, na thot shkrimi i shenjtë. Kjo qarje e tij në mënyrë të hidhur nuk është thjesht një dëshpërim, por ndoshta është një moment reflektimi dhe pendimi i apostull Pjetrit për gjithë ecurinë e tij. Dhe pastaj tek takon Krishtin përsëri të ngjallur,
çfarë shohim? Shohim pikërisht që Krishti nuk e qorton drejt për së drejti se çfarë ai bëri, por i drejton një pyetje. Pjetër, a më do? Pra, Krishti e thërret përsëri në dashuri, sepse mbi dashurinë themelohet gjithë ecuria, gjithë kisha e tij. Pra, kjo karakteristikë e Pjetrit na tregon në thelb që nga njëra anë kemi një apostull të zellshëm, një apostull i cili e ndjek Krishtin, por nga ana tjetër nuk tregon që është i pagabueshëm. Kjo tregon edhe një herë që i vetëm hiri i Zotit e bën atë që të dëshmoj Krishtin, që ta ndjekë atë, të pendohet për ecurinë e tij dhe të kuptojë në të vërtetë që shejtëria ndodhet tek Zoti. Kemi shumë raste të këtij apostullit të madh të kishës son, të këtij themeluesit, themi një ndër themeluesit, së bashku me të është dhe apostull Pavli gjithashtu, të kishave kudo në botën e asaj kohe, por kuptojmë pra që ky njeri i thjesht pra tregohet i fort, i zellshëm, nga ana tjetër tregon që ka dobësi dhe vetëm në hirin e Zotit gjen atë fuqinë. Për të parë nga ana tjetër apostull Pavlin, edhe ai i cili nga një përndjekës i Krishtit, është që do të atakoj Krishtin pas ngjalljes së tij. Dhe pas ngjalljes tek e takon atë dritë, në atë zbulesë hynore, menjëherë ai konvertohet, ndryshon, transformohet. Është pikërisht hiri i Zotit që e transformon. Ndërsa kemi një apostull, themi përpara, me jetën e tij që është një përndjekës i kishës, papritur kthehet në një apostull i madh i kombeve. Vetëm hiri i Zotit mund ta bëjë këtë gjë. Kur ne jemi të verbuar nga egoizmi ynë, apo nga krenaria jonë, mendojmë se i shërbejmë së vërtetës. Në thelb tregon pikërisht kjo përvojë Pavlit deri në atë moment, pra emrin e tij e kishte Saul, ashtu siç edhe Pietri fillimisht e kishte emrin Simon, edhe më pas do ta quaj vetë Krishti Pjetër, për të na treguar edhe një herë që Zoti shikon më shumë, nuk na shikon vetëm në momentin ku ne jemi, por na shikon dhe në fuqinë tonë se çfarë mund të bëjmë me hirin e tij. Prandaj ky ndryshim i emrave të tyre tregon edhe një herë për realitetin me Zotin, ku ne mund të shkojmë, ku ne mundemi që vërtet të realizojmë atë për cilën jemi thirrur në misionin shpëtimtar të Zotit. Kështu që apostull Pavli tregohet tashmë përmes këtij konvertimit të tij një njeri i besimit, një njeri i dëshmisë së Krishtit, një njeri i zellshëm, duke bazuar gjithë punën e tij jo në arritjet e tij personale, sepse kuptojmë në gjithë letrat e tij që thotë unë nuk mburrem për asgjë, edhe pse ai kishte shumë aftësi. Ishte një njeri i jashtëzakonshëm, i ditur i asaj kohe, një njeri me mjaft aftësi në jetën e tij, një qytetar romak, e mbi të gjitha këto, ai thotë unë nuk mburrem tjetër përveç se kryqi të Krishtit. Por të na treguar edhe një herë kush duhet të jetë fokusi ynë, qëllimi ynë, ku duhet ta shikojmë veten tonë. Prandaj këta dy apostull, duke pasur parasysh këto dy lloj dimensione, na vijnë në të njëjtën datë që ne t'i kremtojmë ata së bashku, sepse martirizuan në kohën e perandorit, pra Neron, në Romën, kryeqytetin e asaj perandorie, dhe duke qenë pra dëshmitar edhe të kishës në Romë, pikërisht duke martirizuar në Romë, ashtu dhe ne pra vim dhe i nderojmë ata në të njëjtën datë, 29 qershor. Dimitër, një nga porositë e fundit që Zoti Jezu Krisht u la nxënësve të tij, përpara se ai të ngjiteshin në qiell, është që ata të shkonin dhe të predikonin ungjillin e Perëndisë. Të jepnin lajmin e mirë. Shkoni dhe predikoni në mbar kombet, u tha ai atyre, por gjithashtu kjo pjesë e ungjillit lexohet në çdo shërbes pagëzimi. Në çdo moment kur një krishter ortodoks pagëzohet, e merr këtë porosi nga kjo shërbes e pagëzimit. Cila është përgjegjësia jonë për realizimin e kësaj porosie? Siç edhe ju thatë, në të gjithë ata që janë thirrur të krishterë, tek dëgjojnë këtë mesazh të drejtë për drejtë të Zotit në misterin e pagëzimit, kuptojnë që thirrja nuk ka të bëjë vetëm me apostujt e asaj kohe, sepse dhe ne tek i kujtojmë apostujt në ditën e tyre, nuk i kujtojmë si personazhe dhe persona të së kaluarës, por si modele të çdo kohe, si nevojë
që kemi të gjithë si shoqëri për mesazhin apostolik, për identitetin e apostolëve, për identitetin e mesazhit të Krishtit, një mesazh i dashurisë, i cili u përhap vetëm përmes paqes, përmes dashurisë. Krishtërimi erdhi dhe në këto troje, në kohën e përndjekjeve të mëdha, e megjithatë përmes këtyre përndjekjeve, të gjithë apostujt, të gjithë martirët e kishës dëshmuan me jetën e tyre, dëshmuan me vetë dhënien e jetës së tyre, duke u përndjekur, duke persekutuar përmes shumë vuajtjeve dhe dhimbjeve të ndryshme, por duke i qëndruar besnik mesazhit të Krishtit, mesazhit të krishtërimit tashmë për më shumë se 20 shekujsh, që kumbon në këto troje, që kumbon në kishat tona. Ky mesazh që dëgjon çdo krishter i kujton pra nga një anë privilegjin që ne jemi dëshmitar dhe trashëgimtar të këtij mesazhi, por nga ana tjetër dhe përgjegjësinë për të ruajtur mesazhin e dashurisë, të paqes, të solidaritetit dhe të unitetit, ashtu siç edhe apostujt e tregojnë në thelb këtë gjë, edhe pse kanë karakteristika të ndryshme, edhe pse janë të dalluar në aftësitë e tyre, në karakteret e tyre, megjithatë ata janë dëshmitar të unitetit të kishës së Krishtit, që tregon që kisha është ndërtuar mbi një diversitet dhe jo nuk ekziston një konformizëm të ata, por ekziston e njëjta frymë. Pra, uniformiteti është i huaj, do thonim, për mesazhin e Krishtit dhe të krishtërimit të përgjithësi, sepse vetëm fryma është një, por dhuratat janë shumë, dhe kështu që bazuar në këtë frymë që është një, ne të gjithë jemi thirrur me aftësitë tona, me mundësitë tona, me karakterin ton, me dallueshmërinë ton, të ofrojmë në atë, themin atë kishën e Krishtit, misionin shpëtimtar të tij, që të dëshmohet edhe një herë identiteti i Krishtit. Prandaj është një përgjegjësi që e dëgjojmë këtë mesazh të ungjillit të tij, që duhet ta ruajmë deri në fund, sepse Zoti premtoi që unë do të jem bashkë me ju deri në fund të jetëve. Prandaj, krishtërimi është përhapur dhe përhapet vetëm bazuar mbi këtë porosi të Zotit, sepse ne nuk jemi thjesht vetëm dëgjues të fjalës, por edhe praktikues të fjalës së Zotit, edhe dëshmues me jetën tonë, ashtu siç edhe apostujt u bën dëshmitar të gjallë të mesazhit të Krishtit. Për këtë jemi thirrur. Le të kujtojmë edhe një aspekt tjetër, që besimi nuk është një çështje personale. Ne mësojmë nga vetë apostujt që besimin nuk e mbajtën si një çështje private, personale për të tyre, por si një përgjegjësi për ta ndarë me të tjerët këtë gjë. Dhe le të kujtojmë gjithashtu edhe tek Krishti kur e thërret apostoll Pavlin, si thot Pavel, Saul, pse më përndjek? Nuk i thot pse më përndjek të krishterët e mi, pse më përndjek mua, që do të thot në Krishtin jemi të identifikuar të gjithë, sepse e tha qartësi, sa herë që do t'ju përndjekin juve, më kanë përndjekur më parë mua. Kështu që Krishti na identifikon përndjekjen e tij në çdo përndjekje të krishterëve kudo në botë. Prandaj dhe ne jemi thirrur për të dëshmuar këtë unitet të kishës një në botë, të kishës së Krishtit, të dëshmojmë atë jetën e Krishtit jo si një model jete sepse përcjell një ide, një ideologji apo një filozofi, por sepse kisha transmeton të gjallë Krishtin si një person që kërkon të takojë çdo njerin prej nesh, siç takoi apostujt dhe i transformoi. Ashtu kërkon të takojë dhe çdo njeri për ta transformuar, për t'i dhuruar shejtërimin, për t'i dhuruar dritën e tij, për t'i zbuluar misterin e kishës në unitet, për t'i zbuluar jetën e vërtet, edhe pse veç e veç, thot apostoll Pavli, ne jemi dëshmitar të kishës që është një. Kështu që në këtë thirremi të dëshmojmë Krishtin e kryqëzuar dhe të ngjallur, që të jetoj Krishti brenda nesh, siç apostoll Pavli e dëshmon vetë, nuk jetoj më unë, por Krishti jeton brenda meje. Kjo do të jetë një dëshmi për çdo të krishterë kudo në botë. Dimitër, ju falenderojmë dhe gjithashtu në emër të medias Ngjallja
të dëgjuesve dhe shikuesve tanë në rrjetet sociale. Ju urojmë në veçanti edhe për festën e katedrales suaj që mban edhe emrin e Apostull Pavlit, por sigurisht urojmë edhe besimtarët e Enorisë së Rushkullit, kisha e të cilëve mban pikërisht emrin e dy apostujve, Shën Pjetër dhe Shën Pavël. Për shënvjet dhe faleminderit. Faleminderit gëzuar për shënvjet dhe janë të mirëpritur anë mban për të ndjekur meshën e apostujve të mëdhenj në mënyrë të veçantë me 29, por edhe me 30 dhe gjithashtu edhe me 6, se kujtojmë edhe apostull dhe një martir tjetër të kishës tonë, martirin e shenjt Asti të Durrësit, një dëshmitar dhe ky gjallë i shekullit të parë, për treguar edhe një herë për të vërtetuar që krishterimi është apostolik, edhe është i vendit në këto troje, edhe që vjen dhe një tradit pra që trashëgojmë brez pas brezi deri në ditët e sotme. Gëzuar për shumë vjet.